Do shoh këtë momente në një tjetër ngjarje pasi është mbledhur kuvendi i Veriut në zonën e Mirditës, ku po diskutohet mbi diskriminimin që u ka bërë qeveria Rama Veriut të vendit. Shkojmë ta ndjekim së bashku. Armi i shpallur i shqiptarëve. Ne jemi për bashkim kombëtar, a jemi ne më të mirë? Unë nuk e di, do ta thoni ju, por do mundohemi të bëjmë më të mirën e mundshme. A kemi ndonjë gabim që në nisje, sepse dëgjoj se pse se bëhen shumë, se bëhen ashtu. Patjetër që kemi dhe gabime, por garantojmë që mendimin tuaj të korrigjohemi dhe garantojmë seriozitet dhe besnikëri. Ne kemi vendosur ta quajmë kuvendi i Veriut. A është emërtim gabim? Dikush thot po, dikush thot jo. Edhe ndoshta. A është përçarës? Absolutisht jo, sepse ne kemi bashkimin kombëtar si një ndër ambicet tona. A është përjashtues ky kuvend? Kurdo që ka dëshirë dhe beson se ky kuvend është i mirëseardhur. Po pse vetëm Veriu? Sepse ne nuk kemi kapacitetet mjaftueshme për momentin për një kuvend kombëtar, por synojmë në një hap të dytë me ndihmën tuaj dhe të vezët nga jugu ta realizojmë. Po pse e bëjmë tani dhe pse vetëm Veriu? Tani sepse nuk pret koha, madje jemi vonë. Politika po na vjedh, po na shet, po na detyron të largohemi çdo ditë. Diskriminimi i Veriut është i dukshëm agjendë politikës. Ne duhet i themi mjaft. Ne duhet të udhëheqim vetëm vetë fatin tonë, ne duhet ta menaxhojmë vetë pasurinë tonë, ne duhet jemi zot të trojeve tona, prandaj ju lutem, edhe ju që nuk jeni këtu, bashkohuni me kuvendin dhe vetëm për interesin tuaj. Ju faleminderit që keni ardhur, ju faleminderit që më dëgjuat, ju faleminderit edhe zonja dhe zotrive që më beson mua fjalën e hapjes. Tani ja jap fjalën zotit Zer Gjoni, ideatori të këtij kuvendi të Veriut. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Ne ju kemi lëshuar një thirrje, sepse në kuvend dihet se nuk ftohet, thirrjet kush ka dëshirë për të dhënë mendime, për të dhënë diskutime, forma se si mund të dalim nga situata. Ne kemi lançuar edhe 4 pika kryesore të këtij takimi që ishte i thallegjenci dhe që janë primare sot për trojet shqiptare. Etiketimi i kuvendit Veriut është thjesht sepse ne veriorët jemi i dhënuar me qëndrimin edhe 35 vjeçar të politikës shqiptare. Në këtë vit që jemi mëna, mund të thomë që asarimi më i madh i shqiptarëve ka qenë nga politika e re që po trajton Veriun e Shqipërisë, me zero investime, me një pjesëmarrje shumë të vogël, ndoshta thon zero në pjesëmarrjen qeveritare, bile edhe ato qeveritarë që na gjësisin në përrete i dërgojnë nga jugu, edhe thjesht ne veriorët jemi bërë vetëm bukë ngrënës. Të gjithë ne sot kemi ardhur thjesht të lirë, nuk keni bindje as politike, keni as si patriotë, sepse patriotizmi ka tërshituar shqiptarët. Patriotët kanë bërë kuvendet e mëdhej që kanë mbetur në histori. Nuk është nevojë ti për të menduar gjithë ato që kanë pasur rezultate. Dhe ne mendojmë që ka ky kuvend edhe mund të kemi rezultate në rast se angazhohemi të gjithë së bashku. Është kohë për dalë vërtet zot vatanit. Është ky vatan që sot kërkon ndihmën e neve të gjithëve, kërkon ndihmën e intelektualëve, kërkon ndihmën e edhe ndoshta tani edhe të moshës së tretë, sepse 70% e shqiptarëve tani kanë kaluar moshë tretë dhe po bëjnë më shumë zollume ose po furnizojnë më shumë spitalet e farmacitë me shpenzimet tona se sa po angazhohen për punët e përditshme. Shoh një popullim të jashtëzakonshëm të Veriut, por edhe të zonës rurale të Shqipërisë, siç janë Korça, Librazhdi, Peshkopia, Mirdita, Mati, Hasi, deri edhe Malësia e Madhe, megjithëse edhe Malësia e Madhe ka kushtet më të mira dhe si turizëm, edhe ato janë drejtim braktisës. Unë mendoj që edhe nga ky kuvend ne të nxjerrim disa pika, disa konkluzione se si do të reagojmë ne së bashku, dhe unë mendoj që ne të gjithë tani do të jemi edhe një grup pune për të ardhmen, që të organizohemi dhe të jemi të gatshëm, të përhershëm, pra një përthome e gatshme e kuvendit Veriut, por
që do të shtrimi në kuvend kombëtar, shtu shpejt,